Pamje fantastike të mizajrismës në Arahovec, palestrës më të bukur në vendin ton, ku atmosfera për brenda është fantastike, basketbolistike, moti, këso atmosfere nuk kemi pa. E thash në fillim të ndeshjes, po e ripërsëris, urim dhe 18 vjet shtet e paqim për jetë. Mënyra më e mirë për ta kremtuar festën e pavarësisë Republikës së Kosovës me finalen e Kupës së Kosovës basketbol 2024. Është kjo finalja mes Trepçës e Bashkimit 43-41 pas 20 minutave të para. Trepça dhe Bashkimi po takohen për herë të dytë rresht në finalet të Kupës Kosovës dhe për herë të katërt në përgjithësi në histori. 3 finalet e para, ato të 2012-ës, 2022-ës dhe 2025-ës, të gjitha i ka fituar Trepça. A do ta fitoj sonte të katërtën kundër Bashkimit, të pestën rresht, apo Bashkimit do t'ja bëj sefte ndaj Trepçës dhe ta fiton kupën e parë, trofeun e parë pas vitit 2001. Para një qerek shekulli e kishte fituar, para 25 viteve e kishte fituar trofeun e fundit. Kjo mbetet të shihet shumë shpejt, po ju rikujtoj edhe një herë. Është kjo finalja e 33 e Kupës së Kosovës nga viti 91-92. 6 finale janë zhvilluar para lufte, 26 pas lufte. Dhe në këto 32 finalet e deri tashme, rekordin me 15 kupa e mban Sigal Prishtina. Trepça i ka fitu 8, 4 rresht. Peja i ka fituar 6, 3 para dhe 3 pas lufte. Vllaznimi fituesi edicionet të parë dhe inaugurues të Kupës basketbollit të pavarur kosovar në vitin 1992. Kupën e dytë e fitoi në vitin 96 para plot 30 viteve dhe krejt në fund. Në listën e 5 skuadrave të vetme fituese të Kupës së Kosovës e mbyll finalisti, sotëm klubi më i vjetër në vendin ton, Bashkimi, i cili e ka fituar një herë këtë trofe, pra në vitin 2001. 14 finale për Trepçën, 8 kupa të fituara, 10 finale për Bashkimin, kjo është e 10-ta finale jubilare dhe deri tash një herë e ka ngritur trofeun para një qerek shekulli. A do të rikthen trofeun pas 25 viteve në Sezaj Suroj, mbetet të shihet, apo Trepça do të dërgon për herë të 5 rresht. Ja pra, e kemi edhe Edon Maxhunin atje, Andin Rashica nga Turqia ka ardhur së bashku me selektorin Bujar Locin, po përgatitën trajneri Kashqellani Borës atje, po them, shumë figura dhe personalitetet të jetës publike sonte në kryen ngjarjen në vendin ton, finalin e Kupës së Kosovës në basketbol, ku ka mbetur edhe 20 minuta deri te verdikti. Trepça apo Bashkimi, cili e ka sulmin e parë në pjesën e dytë. Arnset, Zakor për mrekulli atje, vendoset e kërkon topin. Zakor dhe Jones. Kërkon Zakor atje që ka mbuluar me dorë Jonesi, me gjithate, mbrojtje mire Sean Jonesit, e tjetë ky topi 6 i humbur, vetëm 6 topat humbur, edhe një topi humbur tani nga Gjakori Pen, i rëshqet. Shorter, e këthen atje, Gabon, mirë po Amzili është atje, ofër. Të dyja skuadrat, luftojnë për topa, gabojnë her njoni her tjetri, gjatë pushimit, adhurues të basketbollit, bisedua me Edon Maxhunin, i cili e lavdroi lojën e Mustafa Amzilit, bashkëlojtarit të tij tek Finlanda. Topi vjedhur atje të Mushiqi për mrekulli, situatë 3-2. Amzili depërton, realizon dhe vazhdon shkëlqimin e tij. 15 pike, 8 kërcime, 45-41. Vamu, lojtari kryesori Bashkimit në pjesën e parë, vazhdon atje, pati shtyrjet e Vamut nga Sean Jonesi, dhe me top del jashtë atje Mikajlet Mushiqi.
Jones ja jep dorën Iken Wamut, duhet të pastrohet parketi atje, ankohet atje në faul Iken Wamu, i hatashëm në pjesën e parë, 15 pikë të tij, 2 treshe i pati dhe 3 kërcime, dhe një blokad Iken Wamu, së bashku me Lejson Zeqirin, 2 figurat kryesore, të tjerët ishin të heshtur. Lejsoni e faul në sulm nga Josh Zakori. Fauli i parë i Bashkimit në çerekun e tretë. Për Zakorin është kjo personalja e dytë, edhe te Bashkimi kemi 5 lojtarë me nga 2 personale, në anën tjetër te Trepça janë 3, ndërsa Trilon Hajrizi ka 3 personale, prandaj edhe është duke pushuar. Ajo që po na bjen në sy është se lojtarin Tuna, Batën Tunan ende, i cili po kthehet nga lëndimi, ende nuk është i gatshëm 100%, po e kursen Tuna dhe Amzili kanë qenë 2 figurat kryesore të skuadrës së Trepçës në pjesën pranverore. Amzil gabon atje, lufton dhe topi disputueshëm, pusqeshin atje Jones dhe Mwamu. Thash Amzili bashk lojtari i Edon Maxhunit tek Finlanda, do t'i ketë Finlanda 2 ndeshje kundër Belgjikës. Amzili është i ftuar në kualifikimet për Eurobasket 2027 për mrekulli. Hasbrook depërton dhe realizon 47 me 41. Kemi një mini seri prej 4-0 dhe e përcia më lartë e Trepçës prej 6 pikëve. Shorter, topi disputueshëm, mbrojtje e mirë atje e Amzilit dhe Gjakori Penit, 2 figurave qendrore të Trepçës në pjesën e parë. Armstead pati mbrojtje fenomenale në pjesën e parë, edhe njëherë në stilin e tij karakteristik. Luftojnë atje Sean Jones dhe Joshon Zakori. Edhe njëherë topi disputueshëm, e kësaj radhe topi do të jetë për Trepçën. Çfarë mbrojtje të dyja skuadrave, parës Gjakori Pen dhe Amzili. Kësaj radhe ishte Mwamu, largohet Shorter, në lojë kthehet Kian Anderson. Pas lëndimit 4 pikë të tij, 100% efikas, 2 nga gjuajtjet e lira dhe 1 dyshe, i ka dhe 3 asistime Kian Andersoni për 10 minuta saj luajti në pjesën e parë. Çfarë mbrojtje Lejson Zeqirit, i cili e vjedh këtë top, ik në kundërsun dhe e ngulit për mrekulli për 47 me 43. Është kjo pika 11 e Lejsonit. Mbrojtje mire Joshon Zakorit, i cili e bën presion të Mushiqit. Amzil për Hasbrookun. Lëvizje bukur e Hasbrookut, i cili depërton bin Zakorin, realizon për të rikthyer +6-in. 3 minuta kalojnë. Super ndeshje në Mizajrisma, super finale e Kupës së Kosovës 2026 të këtij edicioni të basketbollit kosovar, i cili në këto 20 vitet e fundit është më i bukuri, ndërsa bombën e lanson dhe topin të vendi e dërgon Lejson Zeqiri me treshën e tij të dytë. 14 pikë të Lejsonit. Në anën tjetër Sean Jones përgjigjet për 51 me 46. Çfarë ritmi? Hasbrook do bën atje topin, mbrojtje mire e tandemit Jones dhe Hasbrook. Leja për herë të parë sonte inkuadrohet në lojë Batën Tuna me mask, natyrisht ka pas të thyer Monzën. Maska pengon. Batën Tuna është i njohur për mbrojtjen e tij
të jashtëzakonshme Anderson për Wootenin, i cili mbeti atje i vetmuar Kenny Wooten. 205 cm, dalet në mënyrë të palejuar nga Hasbrouku. Bunjaku pas një kohë të gjatë kapiteni në lojë. Në momentin ku luan Valion Bunjaku, me të vërtet skuadrës së Bashkimit i shkon për mrekulli, lufton Wooten. E shpëtoja top, Sean Jones kërkojnë atje foul, Hamzili për Hasbrookun, tenton, nuk realizon. Çfarë ritmi? Opa, fauli Batën Tunës ndaj Kian Andersonit. Ja dhe njëherë është personale e Tunës të posa inkuadrorit, po ashtu i rikthyer Batën Tuna dhe Hamzili, thash në pranver kanë qenë dy armët më stabile, dy lojtarët më stabil të Trepça, ata të cilët kanë sjellë siguri, janë ai X faktori në lojën e Trepçës. Nuk shihen, nuk vrehen, mirë po kryen punë të jashtëzakonshme. Hamzili për mrekulli, lufton derën në fund. Dhe fauli Akili Viningut ndaj kujt tjetër veç se Valion Bunjakut, kapitenit. Timing të jashtëzakonshëm, me të vërtet shumë e respektoj këtë aftësi të Valionit që të kërcen në sulm, lufton derën në fund. I mbyll mirë lojtarët. Lejsoni tenton për 3 pikë, kësaj radhe nuk realizon, Vining më i larti në kërcim. Jones e bën blok kundër sulmi shpejt, fauli Bunjakut ndaj Viningut. Personalja e tretë e Valion Bunjakut. Valioni nuk ka realizuar asnjë pikë deri tash, e ka vetëm një tentim për dyshe, mirë po i ka 4 kërcime, 2 asistime dhe një top të vjedhur. Po e kryen atë punën e vështirë adhurues të basketbollit në ekranet e juaja. Kryetari Federatës Basketbollit Arben Fetahu, Granit Rugova, Daulina Osmani, e shumë personalitetet tjera. Gjakuri Payne për Drilonin i cili kthehet në lojë. Bloki Drilonit, kemi një mismatch tani. Gjakuri Payne me Lejson Zeqirin, e mbyll mirë Lejsoni, Vining me treshe në qintën e fundit për 54 me 46. E kjo është tani e përsia më e lartë prej 8 pikëve e Trepçës, kur kanë mbetur edhe 4 minuta e 40 sekonda lojë në çerekun e tretë. Shorter tenton të përgjigjet, airball i Shorterit. Time out ka kërkuar trajneri Igor Jovic. Natyrisht kemi një rënje në lojën e Bashkimit. Kjo ana e djathtë në ekranin e juaj, e gëzuar e lumtur pasi që skuadra e tyre ka 8 pike përsi. Megjithatë, edhe në anën tjetër, në anën e majtë të ekranit, tifozët Prizrenas nuk e kanë dalur këngën. Me të vërtet adhurues të basketbollit, moti, kësi atmosferë të bukur të basketbollit nuk kemi pa, edhe loja është fenomenale. Po e them, ky edicion i basketbollit kosovar 2025-26, po na e kthen atë emocionin e periudhës së artë të basketbollit tonë në vitin 2002 deri në vitin 2007. Ajo periudhë e cila ende sot e kësaj dite mbahet në mend dhe konsiderohet si periudha më e ndryshme, periudha e artë e basketbollit të pavarur kosovar. Edhe kjo, si vjet, është e jashtëzakonshme. Pra, deri në finale, skuadra e Bashkimit në çerek finale ka eliminuar
Go plus Pejën pas 2 ndeshjeve të ngushta, 96 me 90 dhe 73-70 në gjysmë finale. Me shumë lehtësi e kaloi Sigal Prishtinën 83-67 dhe 69 me 85. Në anën tjetër Trepça eliminoi Golden Eagle Yllin pasi psoi nominatorin 102-99, mirë po u revanshua në 13 qershorit 88-76. Në gjysmë finale eliminoi Borën 87-64 dhe 78-66. Dhe ja ku janë pra këto dy skuadra si vjet po luftojnë pra për trofeun e parë, Kupën e Kosovës 2026. Për herë të dytë është këto dy ekipe në finalin e madhe. 4 minuta deri në fund, 4 minuta 1 sekundë deri në fund të Gjerekut të tretë, Dardan Kapiti. Do të inkuadrohet në lojë, nga loja largohet Jones, personalja e tretë e Jonesit. Armstead, Zakor, Wooten, Wamu dhe Lejson Zeqirin. Wamu por 3 pik, nuk realizon. Në anën tjetër Tuna, Pejn, Hajrizi, Kapiti dhe Vining. Pellshja e Trepçës në parket. Armsteadi vazhdon me mbrojtjen e tij, ka shkelur vin atje Gjakuri Pejn. I është zakonshëm është Malcolm Armstead, i cili edicionin e nisi me Pejën, mirë po më pas me dëm shpërblim u largua në drejtim të Bashkimit. Armsteadi i cili sa herë që e thret Kosova vjen edhe luan për të. Do të rishikohet situata nëse ishte faul. Vazhdojnë konsultimet, edhe njëherë do të rishikojnë kësaj radhe me Artan Gashin. Ju lusë edhe njëherë të përsërisim. Pra pas rishikimit të kujdesshëm, është vetëm faul i thjeshtë i Lejson Zeqirit, nuk është faul jo sportiv. 3:33 deri në fund, 54 me 46, 8 pike përsi për Trepçën. Hajrizi mbetet i vetmuar atje, tenton, topi hyn e del zakonisht për këtyre situatave në këso periudha.
Triloni është ai I cili din të bombardon dhe ta hap rezultatin në brendi atje për mrekulli. Gjashën Zakori e shfrytëzon këtë asistim për të afruar rezultatin në 54-48, kur ka mbetë edhe 3 minuta lojë në çerekun e tretë. Kapiti pick and roll me Viningun, futet në brendi, kemi një mismatch atje, trim të gabueshëm të lojtarëve. Topi shkon për mrekulli. Çfarë mbrojtje nga Iken Wamu, edhe pse e patëm trimin e gabueshëm. Shikoni se si I dul nga prapa Dardani luan I fundit. Mbrojtje e mire Iken Wamut, lojtarit kryesor të bashkimit sonte. Zakor, 2 fishohet nga Driloni dhe Dardani. Mirë po s'ka kush e ndal. 54-50. Fuqi dominuese aktualisht Gjashën Zakor. Akili Vining depërton, e kthen te Peni, I heshtur në pjesën e dytë. Gjakori Pejn ka mbetur me ato 13 pikët e tij të pjesës së parë. Tuna kërkojnë gabim në hapa. Mirë po, Tuna asiston dhe Akili Vining bombardon për 57-50. Treshja e 8 e Trepçës dhe personalja e 4 të Trilon Hajrizit. Anko Triloni atje, do të nxjerr nga loja Adis Beqiragishi. Vetëm një pik e MVP së 2 fisht të finaleve të kupës në vitet 2012 dhe 2022, kur I ka fituar këto 2 trofe Trepça pikrisht kundër bashkimit. 4 faullat të Trilonit. Gjashën Zakor, sa e radhe I pasak, paraprakisht kishte realizuar 3-2 nga vjaxhuajtjeve të lira. Aktualisht Zakori I ka 8 pike, 4 kërcime. Herën e dytë është efikas dhe afron rezultatin në 57-51. Amzil për mrekulli atje, mbrojtje e fuqishme, agresive Gjashën Zakorit, por si duket pas ka pas kontakt. Po, fauli Gjashën Zakorit. Është kjo personalja e tretë e tij. 3 personale I ka dhe Valon Bonjaku, në anën tjetër Sean Jones. 3 dhe 4 I ka Trilon Hajrizit të dytë. Janë duke pushuar Pejn për Kapitin. Bloki Kapitit për Pejnin. Pejn dhe Wooten e ka shkëputjen e mirë. Wooten mund të blokoj. Shkon atje lart I fundit luan me top Gjosh Zakori. U friksua atje Pejni nga blokada e Wootenit dhe lëshoj topin me të vërtet. Shkëputje deri në majt paljestrës ka Wooten. Ja shikoni edhe njëherë mirë po. Dardan Kapiti me tabel bombardon dhe treshën e realizon. 60-51 për e përsin më të thellë. Wooten, Dardan Kapiti e blokon Wootenin. Ja teron. Një treshe e një blokad nga Dardani, cilin këto qaste po shkëlqen. Amzili tenton, e pengon, Dardani e kap këtë top. Lejsoni e rimer topin. Gjashën Zakor, dhe faulli është poshtë, tregon referi Mumini. Çfarë loje, çfarë bete, çfarë lufte. Edhe njëherë Lejsoni, bukur atje, pason. Tuna faullin e shkakton, do t'jen për sëri. Ja, edhe njëherë kjo blokade, Dardan Kapitit. Kenny fluturues Wootenit. O Dardani dëshmon se edhe kosovarët kam fluturues. Të shofim se çka është në pyetje këtu.
është plotësuar bonusit e dyja skuadrave, do t'jenë 2 gjuajtje të lira. Wootton largohet në lojë, rikthehet Shannon Shorter, tani me 3 lojtar fundor. Jovici dëshiron që ka ngris ritmin, tempin. Armstead, Shorter dhe Mbamo me Lejsonin dhe Nzakorin, i cili realizon herën e dytë për 60-52 e përsia më e lartë, pra kjo pak parës prej 9 pikëve. Winning për Mushicin, Dardani shkon me pick and roll, Winning me edhe një treshe rresht, dhe tani kjo është e përsia e parë dy shifrore cilës do skuadër sonte në fund të qerekut të tretë plus 11. Zakor, foul nga Mushici. Edhe njëherë po shkojnë me faula në Gjoshen Zakorin, i cili t'ju them të drejtën nuk është edhe ekzekutues bashkë i sigurt i gjuajtjeve të lira në këto qaste. 7-4, 3 gjuajtje të lira i ka huqur Zakori. Ja, edhe gjuajtja e 4 të lire huqur, 8-4. Është interesant të themi se Bashkimi deri tash ka 17 tentime nga gjuajtjet e lira, 12 i ka qëllu, nga 18-13. Nga këto 5 gjuajtje të lira të huqura, 4 janë të Gjoshen Zakorit. 9-5, nga 10 pikë të Zakorit deri tash, 11 në fakt me këtë gjuajtje të lirë. 63-53, po thuaja deri në fund të qerekut të tretë do të jetë sulmi i Trepçës. Disa qinta do t'i ketë Bashkimi nëse merr topin. Mushici, lufta atje, Mushici deporton dhe realizon edhe qerekun e tretë me e përsin maksimale prej 12 pikëve e përfundon Mikaelet Mushici, 65-53, për mrekulli, deporton me tabel, nuk mbyllët atje vija fundore. Ja, është kjo treshja e Akili Winningut, i cili pas pick and rollit Dardanit shkëputet ik prak anash, shmangët nga Gjoshen Zakori, dërsa kjo është ajo blokada e Dardan Kapitit, e cila erdhi pas treshës së Dardanit. 3 pik, 2 kërcime dhe ajo blokade Dardan Kapitit. Anën tjetër, Mustafa Hamzili i duhet edhe vetëm një kërcim për double-double, 15 pike, 9 kërcime, 13 pik. Gjakori Pejn ka mbetur, i ka dhe 6 asistime, ka mbetur me ato 13 pikët e pjesës së parë. 11 pik i ka Akili Winning dhe 6 asistime, dhe 10 pik i ka Kenny Hasbrook. Në anën tjetër të skuadra e Bashkimit, Iken Wamu mbetet me ato 15 pik, i ka dhe 4 kërcime. Lejson Zeqiri me 14 pik, 2 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Është interesant të themi se Lejsoni deri tash nuk e ka asnjë kërcim, megjithatë ka luajtur për mrekulli, sidomos në mbrojtje me ato 3 topa të vjedhur. Dhe Gjoshen Zakori 11 pike, 4 kërcime, mirë po duhet të potencuar patjetër se Gjoshen Zakori ishte i dopt nga vija gjuajtjeve të lira, duke huq 4 tentime nga 9 gjuajtjet e lira. Bashkimi në total i ka humbur 5 gjuajtje të lira, 4 prej tyre Gjoshen Zakori. Shumë shpejt, ja po shohim edhe atmosferën dhe gëzimin tek skuadra, tek tifozët e skuadrës Mitrovicase. Në anën tjetër pak më të heshtur Prizrenasit, të cilët megjithatë tani arrin gjallën edhe ata dhe përkrahin ekipin e tyre. 10 minutat e fundit. Trepça apo Bashkimi, kush do ta ngrit kupën, mbetet të shihet edhe 9 minuta e 50 sekonda. Ka një pozitë e vështirë atje, Dardan Kapiti e faulon Iken Wamun.
Vamu i cili deri tash ka qenë 4 herë në vijën e gjuajtjeve të lira, 3 ka realizu, 15 pikë të Vamut. Më falni, Shorteri është e tani nuk kam pamje. Okej, u kthye pamja, kemi pak të lashe. Ishte Shorter ai i cili u faulua. Ja, përsëri adhurues të basketbollit nuk kam pamje në ekran. (65 me 55) të dy gjuajtjet e lira i realizon Shannon Shorter. 6 pikë të tij për 65 me 55. Tentim për 3 pikë. Shënimi pranohet, treshja pranohet dhe Akili Winning ndërshkohet me teknike për shkak të simulimit. Flopping. Tregon referi Gjelal Mumini. (68 me 55) është e përsia më e lartë prej 13 pikëve, pasaj treshët të Akili Winningut 14 pikë të tij. Është kjo treshja e 4 të Akili Winning. Ka 6 tentime, 14 pikë, 6 asistime dhe 3 kërcime. Realizohet kjo gjuajtje lirë, kthehet Kenny Wooten në lojë. Tani pasja e Bashkimit. Armstead, Zeqiri, Vamu, Wooten. Atje pranë tij është Dardan Kapiti, betejë e madhe, Kapiti Wooten. Luan me këmbë atje Dardani. Shorter, mbrojtje agresive e Winningut. (68 me 56) kemi hedhje të një mjeti piroteknik petartës. Sidoqoftë loja vazhdon, 68 me 56, edhe 8-45 deri në fund. Dardan Kapiti për mrekulli, fluturon në lartësi dhe smonton koshin para Kenny Wootenit. Fluturuesi kosovar Dardan Airlines Kapiti. I arzakonshëm në këtë pjesë të dytë, po e dominon Kenny Wootenin Dardan Kapiti. I arzakonshëm. Timeout ka kërkuar trajneri Igor Jovovic. 70 me 56 është kjo e përsia më e thellë deri tash prej 14 pikëve e Trepçës. Edhe në ndeshjen e edicionit të kaluar në finalin e vitit 2025, çdo gjë ishte e niveluar adhurues të basketbollit deri në minutin e 32 e më pas pranë rezultatit 63 me 63 vitin e kaluar, kur kishin mbetur edhe 8 minuta deri në fund. Trepça eksplodoi me një seri prej 18-0 për 4 minuta. Ju kujtohet Sami Hunter, Michael Green dhe Tekele Kotoni e shkëputën Trepçën në rezultat prej 81 me 63. Deri në fund Bashkimi arriti ta shkrinë avantazhin në 6, mirë po Trepça fitoi kupën e 4-3. Si do t'jetë sonte, faul është ky Gjako Ripenit ndaj Ken Andersonit. Fauli i treti i Trepçës. Bashkimi ende nuk ka shkaktuar personalin në këtë çerek. 70 me 56. Wooten e kthen topin shpejt, shkon topi Ken Anderson drejt dhe në duart të Winningut, e humb këtë top.
Akili Vining me treshen e ti të 2-3 bombardon për 73 me 56, 17 pike përsi. Çfarë serie e Trepçës, pra nga rezultati 57 me 50 në fund të qerekut të tret, pra e kemi një seri prej 17 me 6, dhe edhe një treshe e 3-3 për 20 pik plus. Akili Vining eksplodon dhe rezultatin në 20 pik e ngrit e përsia maksimale. Shorter me këm luan atje Dardan Kapiti. Çfarë shpërthimi i skuadrës Trepçës e udhëhequr nga Akili Viningu. Në pjesën e parë ishin Amzili dhe Pejn, e më pas Dardan Kapiti me Hasbrukun dhe Akili Viningun, i cili shpërtheu në pjesën e dytë. 6 treshe nga 8 tentime të Akili Viningut, definitivisht deri tash lojtarit kryesor së bashku me Mustafa Amzilin, lojtarëve më të dobishëm, i ka shfrytzuar lojtarët në mënyrë perfekte. Adis Beqiragiqi i ka shpërnda minutat, e largon tani Viningun, nuk ka nevoj që ta shfrytëzon më tepër, i jep tani minutazh Hasbrukut. Mustafa Amzil me double-double, 15 pike, 10 kërcime, e në anën tjetër me 20 pike, 6 asistime. Akili Vining, 6 treshe nga 8 tentime. Valon Bunjaku, për mrekulli, vutën atje Gabon. Mbrojtje e mire të Mushiqit, Mustafa Amzili. Gabon në udhëheqje të topit. Adis Beqiragiqi e vrikoset në Mustafa Amzilin. Topi i barturi i ti, Kjan Andersoni arzohet në tokë, si do qoftë topi do të jetë për Bashkimin, edhe 7 minuta deri në fund. Iken Vamu atje. Adis Beqiragiqi. Fakt me shorterin se po i përzik ta dytë numrat në distancë nuk po shien mirë. Ishte Shannon Shorter me Adisin bisedojnë. Cilo qoftë edhe një top i humbur i Bashkimit, 76 me 56. Është ky topi 11 i humbur i Bashkimit, 15 topa i ka Trepça të humbur. Ja më të mirët tek skuadrat. Akili Vining 20 pik, 6 asistime. Ka 6 tresha. Amzili nga ana e kundër, fauli Kenny Butenit, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Amzilin. Vining dhe Amzil, 2 forcat kryesore, 2 lojtarët më të dobishëm të Trepçës sonte deri tash. Amzil realizon pika e 16 e ti, 100% isak nga vija gjuajtjeve të lira. Sa radhe hu, 16 pike, 11 kërcime, i ka edhe 2 topa të vjedhur Amzilin, 20 pike, 6 asistime. Nga Akili Vining, edhe tentimi Kjan Andersonit për treshe, pas një periudhe të gjatë, pas plot 3 minutave loj kemi pik për Bashkimin. Hasbruk, Valon Bunjaku është pranë ti, Dardan Kapiti, bukur bat pick and rollin, po e luan të Mushiqi nga një pozitë e vështirë. Me një herë Dardan Kapiti është aty pranë Kenny Butenit. Valon Bunjaku, kosh faulli i Valonit për 76 me 61. Bukur e po atje korridorin kapiteni i Bashkimit. Lëvizje bukur mashtruese, hapin anash dhe dalët në mënyrë të palejuar. Time out kërkon kësaj radhe
Adis Beqiragishi nuk dëshiron që të i lejoj Bashkimit një seri të shpejt. E ndërpren këtë seri. Do t'i ketë edhe një gjuajtje të lirë kapiteni Valion Bunjaku. Deri tash të pikët e para të Valionit, i cili do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Ka një efikasitet prej 62%. Ja, janë këto treshet e shkëlqyeshmit Akili Vining. 6 treshet Viningut, i hatashëm Akili Vining, i cili e nisi serin e tresheve të Mitrovicasve për të vazhduar me edhe 2 tjera. 3 treshe rësht të Akili Viningut, 9 nga këto 20 pikët e ti i qëlloj, pra i shënoj në qerekun, o vendimtar qerekun e 4, Akili Vining. Pasmoj pik plus për 16 në fakt falin për Trepçën, e tani është 15, 77 me 62. Fauli Valion Bunjakut. Është kjo personalja e 4 të kapitenit dhe Valioni është lojtari i dytë në këtë duel me 4 personale pas Trilion Hajrizit të Trepçës. Hasbruk, lëvizje bukur mashtruese Amzili, mbetet i vetmuar dhe nuk e lëshon rastin. Treshe e Mustafa Amzilit, është kjo treshe e dytë e ti në 2 tentime, 100% efikas. 19 pike, 11 kërcime, double Mustafa Amzil. Kjan Anderson depërton blokade Amzilit, mirë po e përmirëson Lejson Zeqiri. 80 me 64. E tani me sulme të gjata po shkon Trepça, nuk po ngutën Pejn me Hasbrukun, po punojnë. Sa bukur atje. Kërkojnë pranimin e pikve. Janë duke diskutuar nëse këto 2 pikë do të pranohen apo jo. Pikët pranohen. Shannon Shorter ka shkaktuar personale, pikët pranohen pasi që topi e ka prekur tabelën e Kenny Wooten e kishte pamundsuar shkuarin, pra kishte prekur topin pasi ki prekur tabelën. Dardan Kapiti realizon edhe gjuajtjen e lirë për 83 me 64. E rikthen e përsim prej 19 pikëve. 8 pikë të Dardanit. Shorter nga një pozitë e vështirë. Bunjaku, Wooten atje e përmirëson fauli Dardan Kapitit. Si duke të shlenduar Kenny Wooten. Ka dominuar Dardan Kapitin në qerekun e 34 ndaj Kenny Wootenit. Definitivisht i shkëlqyeshëm sonte Dardan Kapiti, qendra e përfaqësuesës së Kosovës. Edhe Valion Bunjaku është në formë të mirë. Tmushiqi, tash mbarët Armstedi apo Pamforti, kush do të jetë i ftuar nga selektori Loci, i cili sonte është këtu së bashku me ndihmësin e tij Andin Rashicën në ndeshjen e 27 shkurtit, të cilën Kosova do ta zhvillojë kundër Slovakisë. Edhe 4 minuta e 36 sekonda loj. Deri në fund
të kësaj finale. 19 pike përsi për Trepça në vijën e gjuajtjeve të lira Kenny Wooten. Sonte jo në formën e tij më të mirë. E huqë dhe gjuajtjen e parë të lirë sonte në pjesën e parë ishte 100% efikas 3-3. 5 pike 8 kërcime deri tash edhe 2 blokada i ka pasur Wooten, pika e tij e 6 për të afruar rezultatin në minus 18. 4 minuta e gjysmë deri në fund. Zeqiri është pranë Penit, kthehet tek Amzilli, te po duelin Amzill dhe Lejson Zeqiri sonte. Në pjesën e dytë Lejsoni i heshtur, Amzill tenton edhe një treshe e Mustafa Amzillit për plus 21 pik dhe duke shkuar faul atje ndaj Kenny Wootenit. Dadan Kapiti ankot atje për këtë faul. I jashtëzakonshëm në ekranet e juaj në fokus Mustafa Amzill, 19 pike, 11 kërcime, momentalisht lojtari me indeksin më të lartë në parket. Kenny Wooten, herën e parë huq. Në pjesën e parë ishte 100% efikas Kenny Wooten, 3-3. Në pjesën e dytë nga 3 ka qelluar 1, 4-2 është në pjesën e dytë, pika e 7 e tij, i ka dhe 9 kërcime Wooten. 4 minuta lojë deri në fund, rezultati 86 me 66, 20 pik dallim, 20 pike përsi për Trepçën. Payne, Lejson Zeqiri lufton Amzilli për Mushicin, i cili e shpëton këtë top. Rëshet topi Mushicit, tenton për 3 pik, nuk ka shënim, lufton atje Valon Bunjaku. E kemi tani hedhjet mjeteve piroteknike. Dhe pjesa e tifozve të bashkimit është duke lëshuar një pjesë atje palestrën. Kemi tym tani në palestër. Shpresojmë që të mos prishet ky spektakël deri në fund. Loja vazhdon, 86 me 66, drejtja fundit për zbrazjen e palestrës. Kian Anderson tenton, dalet në mënyrë të palejuar nga Gjakori Peni. Hasbro kullet për të pushuar, Akili Winning rikthehet në lojë. 22 pik të Mustafa Amzillit, i hatashëm sonte, 3 treshe nga 3 tentime, 100% efikas, perfekt është Mustafa Amzilli.
double i ti, 22 pike, 11 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe 1 blokad. Ekip në vete ishte sonte Mustafa Amzili, edhe Akili Vining, 20 pike, 6 asistime, me vërtet ky tandem ka realizuar 42 nga 86 pikët e Trepçës, gati gjysmën e pikëve Gjakuri Payne për Sean Jonesin, asiston 88 me 88, falim me 68, 3 minutat e fundit të kësaj finale. Lejson Zeqiri i vetmuar, Amzili tenton ta pengon mirë, po Lejsoni treshën e realizon. Është kjo treshja e tretë e Lejsonit, 19 pikë të Lejsonit, i cili së bashku me Nwamun dhe 15 pikët e tij, të gjitha të realizuara në pjesën e parë. Pra janë të vetmit me pikë dyshifrore. Me mbrojtjen e tij edhe njëherë Adis Beqiragiqi e ka ndalur bashkimin. Akili Vining tenton, nuk realizon, topi vjen te Kian Anderson, i cili tepërton, nuk realizon, dhe Mustafa Amzili e kap këtë top. Gjakuri Payne me sulm kontrolin të ti me pivot të ti i shmangët atje presingut, detyron Valion Bunjakun që të shkakton faul. Është kjo personalja e 5, duhet të largohet kapiteni Valion Bunjaku. Amzilin e largon nga loja trajneri Adis Beqiragiqi, nuk ka më nevojë për te, dëshiron që ta ruaj natyrisht e kursen edhe para ndeshjeve të Finlandës me Belgjikën. Është i ftuar Mustafa Amzili për Finlandën, një lojtari jashtëzakonshëm. Lejson Zeqiri atje lufton me Tmushiqin. 2 minutat e fundit, 1:52 deri në fund, 17 pikë plus, topi shkon shpejt. Armstedi për Lejson Zeqirin, tenton, nuk realizon. Dhe dal nga dal pjesa e tribunës ku janë tifozët e bashkimit ka filluar të zbrazet. Shumë pa kohë ka mbetur deri në fund, 1 minutë e gjysmë, më pak se 1 minutë e gjysmë. Gjakuri Payne tenton, s'ka treshe, Ike Nwamu, dhe Trepça është në prag që të fitoj edhe finalen e 2 tresht, edhe të tretën në këto 5 vitet e fundit ndaj bashkimit. Do të jetë kjo kupa e 5 tresht për skuadrën Mitrovicase, e cila në këtë mënyrë e ngrit numrin e trofeve në 20 jubilar. Pra deri tash i ka 19 trofe të fituar në basketbollin e pavarur kosovar. Do të jetë kjo kupa e 9 e 5 tresht dhe trofeu i 20 jubilar në basketbollin e pavarur për Mitrovicasit. Ike Nwamu realizon, i shkëlqyeshëm në pjesën e parë, i heshtur në pjesën e dytë, edhe njëherë e bëri atë që e ka bërë në të gjitha 3 ndeshjet para prake kundër bashkimit. E ka leju dominimin në brendi, edhe pse sonte nali në brendi mirë, po e ka shkatru me treshe. 15 treshe të Trepçës. Është kjo treshja e 16 nga 30 tentime, në anën tjetër vetëm 6 treshe të bashkimit. Gjoshën Zakor, 91:72 sekondat e fundit, dhe tashmë festa ka filluar. Trepça është fituese e Kupës së Kosovës 2026, dhe për Adis Beqiragiqin është ky trofeu i 13 i teti me Trepçën prej se ka ardhur në Minatori. Armstedi tenton, nuk ka shënim, dhe Sean Jones sekondat e fundit. Sek Henry, këtu çdo gjë merr fund.
Trepça është fituese e Kupës së Kosovës 2026 për herë të pestë rresht. Triumfon skuadra Mitrovicase, ndërsa Bashkimi në 10 finalet e deri tashme mbetet me atë kupën e fituar në vitin 2001. Edhe një bombë e cila pëlqet këtu, natyrisht sigurimi i jashtëzakonshëm, sigurimi i hatashëm këtu nga ana e organizatorëve, njësitë speciale, njësitë policore, policia e Kosovës, njësitë speciale në krye me komandantin e tyre Besart Ahmetin në krye të detyrës sonte pas paradës së djeshme të nderit. Krenaria e shtetit tonë edhe sonte ka kryer detyrën për mrekulli dhe ja tani përgatitet edhe skena atje për ndarjen e trofeve, ndërsa me ju shumë shpejt do të jetë edhe kolega ime Ulpiana Emra. Pra tek Trepça Akili Vining me 20 pik, 6 asistime dhe një top të vjedhur, dhe Mustafa Amzili me double fenomenal, 22 pike, 12 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe një blokad, janë figurat kryesore. 4 lojtarë të Trepçës kanë realizuar pik dyshifrore. Gjakuri Pejn po ashtu double, 13 pike, 10 asistime të Gjakuri Pejnit, i cili u kthye nga lëndimi për të udhëhequr Trepçën drejt edhe një trofeu. Dhe me 10 pik Kenny Hasbrook, i cili ka dhe 3 asistime. Në anën tjetër, 2 lojtarët të cilët qëndruan në këmbë ishin Lejson Zeqiri dhe Ike Nwamu. Pra gëzimi madh atje Mikajlet Mushiqi. Për Mikajlet Mushiqin është ky trofeu i 16 me 4 klube kosovare, 5 kupa, 5 tituj kampioni. Është lojtari i vetëm në basketbolin kosovar i cili ka fituar trofe me 4 klube të ndryshme, pra me Bashkimin në ardhin e tij, debutimin e tij në basketbollit ton, i solli titullin kampion Bashkimit, pra skuadrës kundër të cilës luajti sonte 2018-ën, pastaj luajti me Prishtinën atë gjeneratën e artë, 2018-19 Zëmobal Prishtinën, me Golden Eagle Lullin ishte pjesë e historisë, periudhës historike të Therandasve, edhe tani me Trepçën, pra 16 trofe me 4 klube kosovare në 9 vjetë të tij në Kosovë. Mikajlet Mushiqi, 5 tituj kampioni, 5 kupa të Kosovës, 2 super kupa, 2 liga unike dhe 2 super kupa mbar kombëtare nga Mikajlet Mushiqi, MVP i finales së vjetme të Kupës së Kosovës dhe MVP i Superligës së Kosovës në vitin 2024. Në anën tjetër, për Trilon Hajrizin, do të jetë ky trofeu i 17 në 17-18 tashmë vitet e tij me Trepçën, Sigal Prishtinën dhe Pejën. Trilon Hajrizi me kthimin e të cilit pra në Mitrovic u kthyen edhe trofet. Është ky 11-ti në këto vitet prej se në krye të kryesisë klubit basketbollistik Trepça erdhi dyshja Vullnet Sefaja dhe Lindrit Misini me kryesin dhe kolegët e tyre, bashkëpunëtorët e tyre. E për Adis Beqira Gishin është ky trofeu i 13 me 3 klube kosovare në 5 vjet
4 tituj kampioni, 4 kupa të Kosovës, 2 super kupa të Kosovës, 2 liga unike dhe një ligë, një kupë, super kupë në barë kombëtare, trajneri viti 2021, 22 dhe 24 në Kosovë, Adis Beqiragishi, gjitha këto trofe me Pejen, Golden Eagle, Yllin dhe Trepçën. Ja, pra sonte, Akili Winning, Mikajlet Mushici, Sean Jones, Mustafa Amzili, Hasbruku, kapiteni Gashi, Haliti, Pen, Henry, Tuna, Hajrizi dhe kapiti të udhëhequr nga Adis Beqiragishi dhe ndimësit e ti Petri Zeqiri, Brahim Veseli dhe Diamant Qaushi. Natyrisht tradita, Gjakuri Pejn shkon atje për të pre arjetën. Kupa e Kosovës 2026, ja shikoni atje, iken vamu se si e shikon trofeun Shannon Shorter, trofeun të cilin aq shumë e ka dëshiru, trofeun të cilin aq shumë e ka pritur edhe skuadra e bashkimit. Pas plot 25 viteve, kanë shpresuar se do ta kthejnë titullin, kupën e Kosovës, trofeun e kupës Kosovës në Sezar Suroj. Megjithatë, Mitrovica si sonte të udhëhequr nga tandemi i shkëlqyeshëm Mustafa Amzili me double-double, 22 pike, 12 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe indeksin fenomenal prej plus 30. Sigurisht se duhet të shpallet MVP i kësaj finale dhe Akili Winning me 20 pike, 6 asistime dhe po ashtu me double-double fantastik për 13 pikve e 10 asistimeve. Gjakuri Pejn, pra treshja e cila i solli këtë trofe Trepçës të 5 rresht, kupën e 5 rresht. Trepça në ndjekje të rekordit të cilin e mbon Sigal Prishtina prej 6 kupave të fituara një pas një nga 2005 deri në 2010. Dhe atje po e shofim janë renditur edhe ata të cilë do të ndajnë mirë njohjet. Dhe çlirimtarët tanë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, për të cilët shpresojmë se nga Haga këtu ditë do të na vinë lajme të mira. Dhe kjo sak dhe kjo padrejtësi do të rregullohet. Tani vinë mirënjohjet së pari për gjyqtarët Xhelal Muminin, Artan Gashin dhe Ilir Shalën, të cilët do të shpërblen me mirënjohje për referimin në këte finale. Edhe Artan Gashi. Në fund edhe Ilir Shala nga Artina Hasani, menaxhere këtij eventi. Edhe Medi Gashi si vëzhgues komisioner i kësaj ndeshje. Mirënjohje për vëzhguesin e finales.
Dhe tani do të vazhdoj ceremonia e medaljeve. Kryetari i komunës Prizrenit, zotëri Shaqir Tota, ish basketbolisti i bashkimit, tani kryetari i komunës Prizrenit, do të ndaj medaljet për basketbolistët e Prizrenit, së bashku me Adritik Racin, drejtorin e reprezentacioneve, dhe Artan Kurtin, nën kryetarin e federatës dhe klubit bashkimi, Kenny Wooten, Joshon Zakor, Iken Vamu, Shannon Shorter, Malcolm Armstead, pastaj Fisja Shari, Valion Bunjaku, Besim Bytyqi, Veton Gjeqaj, Muhamed Ali Anjeva, Lejson Zeqiri, Meriton Ismaili është aty, sepse nuk ishte në pjesë të ekipit. Anjeva, Lejsoni Zeqiri i zhgënyer. Kian Anderson, po ashtu. Dhe trajneri Igor Jovic i zhgënyer. Bledar Gjeqaj gjithashtu. Kam pritur Prizrenasit portokallezinjët. Bledar Gjeqaj i zhgënyer, Elbesar Gështenja, Qëndrim Biraj, drejtori sportiv, kapiteni, legjendari bashkimit, të zhgënyer. Kam pritur që si vjet Kupa e Kosovës të kthehet në Prizren pras një qerek shekulli dhe ta thyen mallkimin kundër Trepçës. Megjithatë, për herë të katërt në 4 finalet e zhvilluara deri tash, Trepça ka vazhduar dominimin ndaj bashkimit, 2012-ën, 22-ën, 25-ën dhe tani 26-ën, pra në 15 finale të zhvilluara në basketbolin e pavarur kosovar nga viti 91-92. Trepça e fiton edhe kupën e 9 në përgjithësi. Është ky trofeu i 20 jubilar për Trepçën, natyrisht me 40 trofe. Sigal Prishtina është e para, Pea është e treta me 15, Golden Eagle Ylli i 4 me 4 dhe bashkimi është i dyti me 2 trofe, një titull kampioni dhe një kupë të Kosovës, e ndon vendin e 5 së bashku me vllaznimin, i cili ka të fituara 2 kupa të Kosovës, 92-ën dhe 96-ën. Në fakt, bashkimi është në vendin e 6 sepse vllaznimi ka në vendin e 5 edhe ligën unike të fituar edicion e kaluar. Dhe tani shkojnë medaljet për Venis Halitin, kapitenin Anes Gashin, Trilon Hajrizin, Dardan Kapitin, i cili sonte me të vërtet bëri një ndeshje masive kundër Kenny Wootenit në qerekun e 3 dhe të 4. Sek Henry, Kelly Benning, kryetari i komunës Mitrovicës, Faton Peci, Mikajlet Mushiqi, thash Mikajle, për të cilin është ky trofeu i 16 me 4 klube kosovare, bashkimin, Prishtinën, Yllin dhe tani me Trepçën. Kenny Hasbrook, Petrit Zeqiri, ndihmës trajneri, Sean Jones, Mustafa Amzili, atje i lënduari Burim Zekiqi, Etnik Aslani, David Beshiri, Django, njeriu i cili është alfa dhe omega në klubin e Trepçës, heroi heshtur, e natyrisht kret në fund atje, modest dhe jo me shumë fjalë, trajneri i cili në basketbolin kosovare fiton edhe trofeun e 13 dhe i afrohet më të mirit të gjitha kohëve, Arben Krasniqi, që i ka fituar 15 për 10 vjetë sa ishte në krye të Prishtinës,
Ndërsa Adis Beqiragiqi për 5 vjet me 3 klube kosovare fiton edhe trofeun e 13. Është kjo kupa e 4 e Kosovës e fituar për të. 2020 me Pejën, do dhe 3 vjet rresht me Trepçën 24, 25 e 26. Trofeu i 8, edhe të shohim tani MVP Mustafa Amzili, natyrisht Mustafa Amzil, reprezentuesi Finlandës, shoku i ngushtë, shoku i mirë i Edon Maxhunit, për cilin tregoj se ka the best Tina Turner për Mustafa Amzilin, i cili përshëndetet atje, edhe i Bërala i Arben Fetahu, figurat Daulina Osmani aty. E ka merituar Mustafa Amzili pas një shfaqje fantastike me double-double për 22 pikëve, 12 kërcimeve, 2 topove të vjedhur e 1 blokade sonte, me vërtet ka dominuar. Dhe të ndëgjojmë edhe intonimin e himnit të Republikës Kosovës. Dhe tani do të vjen momenti kryesor. Ministri i ri i sportit Gashani dhe kryetari i Federatës basketbollit Arben Fetahu për kapitenin Anes Gashin, i cili për herë të dytë rresht më i riu, kapiteni më i ri në histori të basketbollit kosovar, për herë të dytë rresht e ngrit trofeun e Kupës së Kosovës, e 5 rresht për Trepçën, e 9 në total Kupa e Kosovës dhe trofeu i 20 në basketbollin e pavarur kosovar. Dhe momenti Zimi pa përshkrueshëm edhe për të huajt për Gjakori Penin, Akili Viningun, Sek Henryn, Sean Jonesi dhe Mustafa Amzilin. Së shpejti adhurues të basketbollit, do të kemi edhe kolegën time Ulpiana Emrën me intervistat fituesit e Kupës së Kosovës 2026, po i shohim pra herën të këtij edicioni.
Ishte kjo një mbrëmje e jashtëzakonshme e basketbollit kosovar. E tani kupa shkon edhe tek Torcida atje, e cila është pjesë e madhe e suksesit të skuadrës Mitrovicase. Mustafa Amzili me ish basketbollistin e Trepçës dikur, drejton Pluzhinën. Jemi në pritje edhe më tutje të intervistave me Ulpjana Emrën dhe natyrisht aktorët e kësaj finale janë duke festuar dhe janë duke vazhduar festën dhe gëzimin e tyre, duke ndarë me tifozët e tyre. Pra tashmë në 33 finalet e deri tashme Sigal Prishtina 15 kupa, Trepça 9 dhe e 5 aresht, Peja 6 kupa, Vllaznimi 2 dhe Bashkimi 1. Trofeu i pari edicionit si vjetmë shkon në Minatori. Dominim absolut i skuadrës Mitrovicase në këto 4 edicionet e fundit. Ja, po shohim atje edhe Vullnet Sefan, kryetarën e klubit basketbollistik Trepça, preardhjes së tij. Pra është ky trofeu i 11 resht nga viti 2022, kupa e 5 me radhë. Ja, edhe Ulpjana është e gatshme. Me tashmë është edhe MVP kësaj finale, ai cili shkëlqeu, Mustafa Amzil. A really good game. Tough first half of the game, but in the second one you controlled everything. What decided, and after the first half where Bashkimi was trying more than in second one? We have 10 guys, 12 guys on the team that are ready to go every day and who know how we play and how we play hard. So that's the recipe for us. We just play hard 40 minutes and we win a game. You had a really good performance, maybe one of the best you had since you came to Trepça. How you were motivated today? I heard all the stories about the history. They told us there's streak going, we got to keep the streak going and just take care of the job. You know, it's shout out all the Mitrovica fans, you know, shout out to Shiri, everybody who supports Trepça. It was great atmosphere here, so it's easy to play. I guess you had an extra motivation today. It was a friend of you here, Don Majuni, who is also from Mitrovica. He was cheering for you. Yeah. Did he motivate you before the game to win for his city? Yeah, it was happy to see his face, you know. Sometimes I get used to his face, you know, when we're in the camp, but today I haven't seen him in a minute, so it was nice to see him and his family was here. Thank you very much and good luck in next games. Thank you, appreciate it. Për pakëshasit dhe kemi tashmë edhe Mikajlët Mushriqin pranë këtu. U shpreh që loja që shfaqën për 40 minuta skuadra e Trepçës ishte vendimtare, lufta pra që bëri Trepça për 40 minuta ishte vendimtare, që e arritën edhe deri tek fitoria. Ndërsa e pyeta se si u motivua për këtë ndeshje, tha që vetë historinë që e kam dëgjuar për këtë skuadrë më ka motivuar maksimalisht për të shfaqur më të mirën time. Ndërsa e pata edhe një pyetje në fund nëse ishte i motivuar nga Don Majuni, të cilin e patëm të pranishëm në palestër dhe e dim që ata kanë luajtur bashkë tek Finlanda dhe a e ka motivuar Don Majuni që të fiton për qytetin e tij. Tha isha shumë i lumtur që e po ashtu, normalisht që ne kemi folur sot dhe më ka motivuar edhe ai për këtë paraqitje. Tashmë do ta kem këtu edhe Mikajlët Mushriqin. A petia
Apet unë. A ki me lëfshu në herën, ajo? Jo. Jo, se ki njetë. Qëtash me folë pak anglisht, pak shqip. Ma mirë. Na të marim vesh, po ti e din që une nuk të folja anglisht, kështë që diri sa ki me folë perfekt shqip, s'kena me të lëshu kur qysh. Pa problem. Një pjesë e parë më e niveluar, po pjesa e dytë shpërthyet. Çka ndikoi apo si ju motivoi trajneri Beqiragić pas pjesës së parë? I will start in English. Yeah. First of all, I need to dedicate this win to my mother and to my family because of their support. A lot of time, there is a lot of games every second, third game day we play, so there is not much time that I can spend with my family. So because of that, I will dedicate this to them first of all. I need to say thanks to Torcida and to Trepča because, like you saw, atmosphere and from other side was perfect. Thanks God, no incidents. It was very nice atmosphere to play in. We knew that Bashkim is very tough team, very physical. We knew how they're gonna start, how they're gonna try to play the beginning of the game. As they did, they play very physical. They was tough. They was winning duels against us. We couldn't find our rhythm because they was physical. But I think on halftime we step up defensively. First of all, we started to control the rebound. We didn't let them had easy points, and in that way we had our own easy points because on the first half we had 0 easy points. I don't know right now how many we had on the end, but I think that was the key factor of our win. On the end, it looked 19 points. It was easy, but the game was really difficult all 40 minutes. Yeah, I was about to ask, was it easier than you expected this game and this trophy in the end? No, it wasn't easy. That's what I'm saying. Only the result shows it like that. It was 19 points difference, but until the last moment, they was fighting. They was giving everything. We've hit some tough shots also. Some guys step up, like Mustafa played amazing, and Jackery Payne also. And I want to thank them because they gave us one more trophy to celebrate. Thank you very much. Coach is waiting. Herën tjetër krejt shqip kime folj. O vallaj, s'kom... Inshallah. Stash është Ramazan, stash veç to fast. After that we will see. Thank you very much, Mikajle. Atëherë ishim me Mikajlet Mushiqin, tha këtë trofe do t'ja dedikoj familjes time pasi që për shkak të shumë ndeshjeve që po i zhvillojmë, nuk kam shumë kohë që të qëndroj me familjen dhe ata më mbështesin dhe definitivisht do t'ja dedikoj familjes. Tha që e kemi ditur që si luan skuadra e Bashkimit dhe e kemi pritur atë start edhe fizik, ashtu si zakonisht si që nisin ekipi Prizrenas, megjithatë në pjesën e dytë fillimisht e kemi përmirësuar mbrojtjen edhe i qelluam edhe disa shuta të cilat ato treshe në fakt, ishte duke thënë, i dha merita edhe bashkëtojtarëve të tij, Mustafa Hamzillit si dhe Jackery Payne'it, ku tha që edhe ata patën një paraqitje fenomenale dhe skuadra e Trepçës arriti edhe deri tek fitoria. Tani më pres ta kem edhe trajnerin Adis Beqiragić, nuk po din ti lëshon trofet asesi. Coach, congrats for the win. Thank you. Are you stopping? I asked Mikhail, are you stopping or you're just continuing with the win step by step? I don't know, of course. We play to win the game, of course, and I hope that we will not stop. Like always, first, Shukr Zoti, yeah? And the second thing, to not forget, happy Ramazan for everybody who is making Ramazan. We are not stopping, I hope. I think we work good, we practice good. Tonight it was really good game. And I'm happy because the people are happy. I'm sorry because some people are not happy, but this is life and this is Kismet, Somebody wins, somebody loses. it Coach, you had a good series of wins lately and good performances, but still a final is a final. The first half of the game, Bashkimi pushed you harder, but in the second half of the game, you controlled much more better the game. What did you change in the second half of the game that you got this win? It looks easy, but I guess it was not easy. It's not easy because they have great team. They have a great, everything is great organization, coach, players. The first half they play very tough. We couldn't move as we liked, so the game was
how you say, it was a tight game, but in the second half, in some period when we start to play the 2 point guards, we solved that pressure and we start to create easy points. I think that was the crucial part, and both point guards played good tonight. I mean, everybody played good, but When we are the guys who played good, Mustafa Hamzil was the MVP tonight. Coach, you were from the beginning of the season pushing him, expecting from him the best. And I guess this game was something that you were waiting from him. How happy you are with the increase of his performance till this game? Well, we can say that when we were making the team, in the beginning of the season, we took to Mustafa like a young player who is full of energy, who can give us some energy, but we did not expect some kind, great offense performance. But during the season, he's really getting better and better and better, and I'm happy for him because he deserved by the way he worked hard and practiced hard and played really serious basketball. It's not easy to play the way that he played. I would like to say also Capiti, to not forget him, because both of them, they make great pressure on their pick and roll offenses, and I think that was also very important for us. Coach, another trophy, and how motivated you are for the season. It will be a long one, a tough one, but will this cup motivate you more? It is true, because it's the most important job for the coaches, when you have some continually success during the many seasons. And during this season we are winning for a long time, but somehow that's why we are the coach. Somehow we manage that. Thank you very much, and good luck in next games and in another trophies. I guess you're not stopping. Inshallah. Thank you very much. Thank you. Atëherë ishim me trajnerin Adis Beqiragi që u shpreh mjaft I lumtur me trofeun e fituar, tha fillimisht shqyr, edhe tha unë jam I lumtur pasi që të gjithë njerëzit këtu janë të lumtur. Kur e pyeta për ndeshjen, tha që në pjesa e parë pra ishte e ngushtë pasi bashkimi nuk na lejoi të shfaqnim lojën që e bëjmë ne, ndërsa në pjesën e dytë e forcuam mbrojtjen dhe më pas arritëm të I shënojmë ato easy points, ashtu siç e thon, apo pikë të lehta, të cilat mund të them që ishin qelsi I kësaj fitore. Gjithashtu e pyeta për performancën e Mustafa Hamzilit, të cilin e kam pritur gjatë skuadra e Tripçës që të arrin ndoshta deri në këtë performancë. Megjithatë trajneri Beqiragi tha që kur e kemi marrë në fillim të sezonit Mustafa Hamzilin, e kemi marrë si një lojtar të ri që do të jep energji skuadrës. Megjithatë nuk e kemi pritur që ai do ta ketë një paraqitje të tillë në sulm dhe me të vërtetë nuk është as pak e lehtë të ketë paraqitje siç e pati ai sot, tha për të mos e harruar edhe Dardan Kapitin, I cili e pati një paraqitje me të vërtetë fantastike, ku në mbrojtje ishin fenomenal bashkë me Hamzilin. Në fund e pyeta nëse ky trofi do ta motivon skuadrën e Tripçës, tha me të vërtetë është shumë e vështirë për një trajner që të vazhdon të ketë kontinuitet të njëjtën të paraqitjeve, të vazhdon me suksese dhe me trofi. Megjithatë ne jemi trajner dhe ne duhet ta menaxhojmë këtë gjë. Të nderuar shikues, kaq nga intervistat, linjën e kthejtë kolegu Agon Themiu. Faleminderit si gjithmonë e jashtëzakonshme Ulpiana dhe me Prigen Shon dhe me këto intervista, pra dal nga dal me këto pamje po e përmbyllim finalen e 33 I cila I takon për herë të pestre Trepçës. Është kjo kupa e 9 në histori të basketbollit të pavarur kosovar për Trepçën dhe trofeu I 20 jubilar për ekipën Mitrovicase, trofeu I 13 I Adis Beqiragiqit prej se erdhi para 6 viteve në Kupën e Kosovës 2020, pikrisht në këtë palestër, kur në finale kishin luajtur Peja me Golden Eagle Yllin, aso kohë Dardan Berisha dhe Drilon Hajrizi në pjesë e Pejës. E dini, më pas erdhi Covidi, çdo gjë u ndal
ndërsa me të kthyer në Kosovë shkroi histori me Golden Eagle Yllin dhe tash edhe me Trepçën. Adhurues të basketbollit, po e përmbyllim dal nga dal këtë mbrëmje spektakolare të jashtëzakonshme të basketbollit kosovar, me vërtet një ngjarje çfarë moti nuk kemi pa mbi 3000 shikues, asnjë incident, të dyja palët e tifozëve ishin në këtë palestër, shumë ftyra publike, personalitete prezente, me vërtet mënyra më e mirë që në këtë 18 shkurt të vitit 2026 ta festojmë 18 vjetorin e shtetit ton Republikës Kosovës, ndërsa bukuritë e basketbollit do të vazhdojnë me njëherë pas nesër, pra të premten dhe të shtunën me Gjiron 21 të premten, pra do të kemi në program 2 ndeshje në Karagaq Go Plus Peja vllaznimi dhe këtu Rahoveci e pret Golden Eagle Yllin në derbin lokal, ndërsa të shtunën do t'i kemi 2 ndeshje Sigal Prishtina Trepça dhe Bora Bashkimi. Zhvillohen pra këtë vikend ndeshjet për arsye se të premtën e ardhshme me 27 korrik do ta kemi ndeshjen para kualifikuese të Kosovës kundër Slovakisë në Prishtinë, pra në kuadër të para kualifikimeve për Eurobasketin 2029. Gauna Gon Fehmiu, Ulpiana Emra, ekipi realizuesi mrekullueshëm i Effect Media për Art Motion, kaq për sonte nga palestra më e bukur në vendin ton, Mizaj Risma, nga një natë e cila do të mbahet në mend.